Rrëfimi i dy gomarëve. Rrëfehet për një bujk se i posedonte dy gomarë dhe një ditë nga ditët vendosi që me njërin të bardh krip, e me tjetrin enë dhe pjata. Gomarët u nisën me atë që u ngarkuan dhe në mes të rrugës. Gomari që ishte ngarkuar me krip filloi të ndiej lodhje dhe mundim. Sasia e kripës ishte më e madhe dhe më e rëndë se sa enët dhe pjatat e zbrasta në gomarin tjetër. Ndërkohë që gomari i ngarkuar me pjatat ishte i lumtur se kishte një peshë të vogël, gomari tjetër vendosi që të futet në një enë të madhe me ujë që ishte anash rrugës, e të vlladitet dhe ta kthej fuqinë që e humbi nga pesha e rëndë. Kur dolin nga ena, ndjeu sikurse u ringjall. Mirëpo ndërkohë ju kishte shkrirë kripa që e barte dhe filloi të ndjehet aktiv, sikurse të mos kishte pas ndjerë më herët fare lodhje. Kur e pa gomari që barte enë dhe pjata se çfarë ndodhi me gomarin tjetër, edhe ky hyri në atë enë të madhe me ujë që të freskohet dhe të fitoj fuqi si gomari tjetër. Mirëpo, enët e tij u mbushën me ujë dhe kur deshi të dalë nga ena, gati se shpina e tij nuk u nda në dysh nga pesha e rëndë që ju bë me futjen e ujit nëpër enët që i barte. Urtësia e tregimit. Ajo që tjetrit i bën dobi, s'do të thotë se edhe ty të bën dobi, po madje mund të dëmtoj. Kurse ajo që i bën dëm atij, ka mundësi që ty të bëj dobi. Pra, para se të fillosh ta pasosh tjetrin, detyrimisht duhet të dish dhe të mësosh shkakun, se pse ai e veproi atë vepër, edhe pse ky pasim ose do të bëj dobi, ose do të dëmtoj. Nëse nuk e angazhojmë mendjen tonë, atëherë vetën do të angazhojmë që të bart atë që nuk ka mundësi ta bart, edhe atë pa mos përfituar asgjë. Mësimin që e mora nga udhëtimi në Itali. Rrëfehet për një të ri që e shprehu dëshiren e tij që ta vizitonte Italinë. Para udhëtimit, një shok i tij e paralajmëroi se atje ka shumë vjedhës. E sidomos, e paralajmëroi për një pjesë ku në të ka kejos të vërtetë. I riu udhëtoi për në Itali, mirë po me kujdes të veçantë, dhe i luti Allahun që ta ruajë nga vjedhësit dhe të likët, dhe me shpresë që sa më shumë të i largohet asaj pjese me emër të keq. Pasi që zbiti, erdhi makina e hotelit ta merr dhe ta dërgoi deri në adresën e hotelit të tij. Mirë po një surprizë e madhe për të ishte se hoteli i tij ishte afër asaj lagje që njihet si lagja e sherrit. Makina e zbriti afër hotelit, deri tek ai vend ku kishte mundësi të deportoj makina, dhe zemra e të riut filloi të rrihte më shpejt nga frika. Shikonte në të majt dhe në të djathtë, kurse të rrahurit e zemrës i shtoheshin. U nis drejt hotelit dhe në ato moment e thërret një iri me një zë të lartë. Menjëherë ju kujtuan fjalët e shokut dhe paralajmërimi i tij, dhe menjëherë filloi të ecë shpejt. Ai ecte dhe pas i shkonte djaloshi që e thirri. Energjia filloi t'i harxhohet dhe u ndal, kurse i riu italian ju afrua dhe i tha: "Zotri, kur zbrite nga makina të ra kuleta në tokë, urdhëro, merre." Mendja ju ndal për një çast. E zgjati dorën dhe e morri kuletën, kurse buzët i dridheshin kur e fliste ndonjë fjalë. Para se ta falenderoj, i riu italian u largua me shpejtësi në drejtim të rrugës së tij. Fjalë përshpëritse në veshin tënd. Shumica njerëzve jetojnë në këtë gjendje. Ky është burgu i mendimeve të marra paraprakisht dhe formimi i pikpamjeve nga fjalët e të tjerëve, pa mos i vërtetuar ato fjalë një herë vetë.